Me 2 ndeshjet e zhvilluara dje u kompletua java 28 e kampionatit në ligën e parë, ku skuadrat vendase regjistruan fitore në 3 takime, po aq sa fituan edhe ekipet mysafire. Efikasiteti ishte në nivel me që u shënuan afro 4 gola mesatarisht në çdo ndeshje. Në stadiumin e Kumanovës, ekipi Bashkimit pësoi debakël duke humbur nga Struga Trimlum 0-4. Për skuadrën e Bashkimit ishte kjo disfata e tretë në këtë kampionat nga ekipi i Strugës me golaverazh 0-15 nga 3 ndeshjet. Me 3 pikët e fituara, Struga Trimlum përforcon pozitën e tretë me 59 pikë, ndërsa Bashkimi mbetet në pozitën e 6 me 37 pikë. Por ndeshja në Kumanov pati edhe pjesën e tretë. Drejtuesit e skuadrës Struga Trimlum thanë se pas përfundimit të ndeshjes është krijuar një tollovi ku të përfshirë kanë qenë edhe drejtuesit e skuadrës vendase, për çka futbollistët mysafir kanë qenë të ngujuar brenda dhomave të zhveshjes. Më pas ata janë detyruar të dalin me përcjelljen e policisë, ndërsa është dëmtuar edhe autobusi i ekipit. Këtë incident e konfirmoi edhe drejtori sportiv i Struga Trimlum, Besar Isaku. Rabotniqki shënoi fitore shpresëdhënëse kundër Arsimit 2-0. Për romantikët janë këto 3 pikë, shpresë që së paku në 5 xhirot e fundit të siguroj balotazhin për mbijetesë, ndërsa Arsimi mbetet në pozitën e 7. Pas kompletimit të javës së 28, tabelën kryeson Vardari me 68 pikë, para Shkëndijës që ka 67. Java 29 vazhdon të enjten me ndeshjet Arsimi Shkupi.